Avokati i ish-presidentit Ilir Meta Kujtim Cakrani në një konferencë për shtyp deklaroi se akuzat ndaj ish-presidentit janë të pavërteta. Avokati Cakrani renditi një sër faktesh dhe argumentesh për të cilët tha se dosja është e montuar. Tashmë që çështja ka kaluar në gjykim, pra në datën 18 mars, ne nuk na pengon më askush, as ligji dhe as gjë tjetër që të bëjmë publike të gjitha provat ku prokuroria e posaçme mendon se janë akuza penale për të cilat penalizojnë rënd në kushtet e korrupsionit apo të pastrimit bëdukës të veprave penale ish presidentin dhe presidentin aktual të Partisë Lirisë, zotit Meta. Së pari ne do ta nisim me çështjen Qesdia, sepse çështja Qesdia ka qenë ai kali betejës, mund ta quajmë në thonjza, i prokurorisë posaçme, për të cilën është një çështje që daton përpara vitit 2017 apo 2018, kur është bërë kallëzimi penal, por përgatitjet për këtë akuzë dhe kallëzim penal janë bërë që në vitet 2013, 2014, 2015 dhe derisa u materializua në 2018. Kjo çështje është vimësia e asaj që ka ndodhur në 21 janar të vitit 2011, sepse janë të njëjtit personazh, apo jo avokat, dhe janë të njëjtët aktor, të cilët kanë në vimësi, kanë dashur që presidentin zotin Meta ta penalizojnë, ta diskreditojnë publikisht për akuza për të cilat nuk qëndrojnë dhe për afera korruptive për të cilat nuk ekzistojnë. Sipas deklaratës e episodit të Qesdias, ju cilësua si një çështje e montuar keq nga persona me interes si dhe nga prokuroria e posaçme.